Nis sot zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të parët që çelin fushatën janë demokratët me një miting që është parashikuar të mbahet sot në sheshin Nën Tereza, ndërsa Partia Socialiste do të hapë fushatën nesër më 12 prill, por në agjend ka edhe organizime të tjera. E nisim me ty, Fiorella, cila është agjenda e kryeministrit Edi Rama? Ditën e sotme, në orën 17, kryeministri Rama do të mbledh gratë të cilat janë mbështetëse të Partisë Socialiste, gratë të cilat janë në lista, apo dhe ata të cilat mendon zoti Rama që do votojnë dhe do mbështesin Partisë Socialiste, partinë që zoti Rama drejton për të marrë mandatin e 4. Zoti Rama së bashku me gratë dhe vajzat e Tiranës do të mblidhet te Teatri Operës dhe Baletit, ndërkohë me 12 të tjera do të mblidhet për sa i përket me video monitor, ku do të ketë lidhje direkte me drejtuesit politik dhe gratë të cilat do të jenë së bashku të mbledhura posaçërisht në teatro apo në skela të tjera të mbyllura, ku do të bëhet një ekspoze dhe prezantimi i grave të cilat janë në lista, por edhe grave të cilat kanë dhënë kontributin për Partinë Socialiste. Ajo se çfarë kemi mësuar për sa i përket ditës së sotme është do të ketë një pse është ka menduar zoti Rama që të mbledh ditën e sotme pikërisht takimin e parë në hapjen e fushatës me gratë, ka të bëjë që sipas Partisë Socialiste mendojnë që gratë janë në shumicë ato që mbështesin këtë forcë politike, për këtë arsye ka dhënë ditën e sotme në qelje fushatës. Por duhet të themi, pavarësisht gjithë angazhimit ditës së sotme, ku është parashikuar rreth 60 minuta të zgjasë gjithë aktiviteti, ditën e nesër pikërisht këtu në sheshin Skënderbej do të kemi dhe hapjen zyrtare të fushatës së Partisë Socialiste. A2CNN ka mësuar edhe skenografin, detaje nga skenografia e kësaj force politike për hapjen e fushatës, ku simbolika do të jenë flamuri i Bashkimit Evropian, 12 yje të cilat janë në flamurin e BE-s, ku do të vendosen pikërisht në mënyrë rrethore në sheshin Skënderbej, ku në çdo yll do të vendosen drejtuesit politik së bashku me kandidatët dhe jo vetëm, pasi parashikohet që ditën e nesër në sheshin Skënderbej të ketë mbi 20.000 mbështetës të kësaj force politike për të hapur edhe fushatën. Ndërkohë, se çfarë do të ndodhë ditën e nesër, do të jenë drejtuesit politik që kanë një afat kohor 3 minuta secili prej tyre për të prezantuar kandidatin e ekipin 186 kandidat në listën e mbyllur në listën e hapur. Ndërkohë, çdo qark do të ketë edhe një tjetër detaj ndryshe nga herët e tjera. Nuk do kemi vetëm një këngë të cila do të jetë kënga e fushatës, por tashmë bashkë me fushatën do të kemi edhe fest për socialistët, ku çdo qark do të prezantohet me valle ose këngë, por jo këngë komerciale të paktën të viteve të fundit, por do jenë të pjesë e historisë të zonës. Gjirokastra do të ketë pjesën e vetë të muzikës, ndërkohë Kuksi do të ketë mund të prezantohet me vallë ditën e nesër, me kështu me radhë të 12 qark që do të prezantohen përveç se kandidatët edhe pjesën artistike të zonës me të cilën ata identifikohen. Dhe në fund do të jetë kryeministri Rama, i cili podiumin do ta ketë në mes të 12 yjeve në mënyrë rrethore, të cilët do të vendosen rreth e për qark. Në mes do të jetë kryeministri Rama, i cili do të mbajë edhe fjalimin, i cili parashikohet të zgjasë rreth gjithë aktiviteti rreth 2 orë, nëse do të përmbahen të gjithë minutazhet të cilët është përcaktuar për sa i përket dhe aktivitetit. Dhe pastaj pritet që zoti Rama pasi të largohet nga fushata, qelja e fushatës së nesër do të drejtohet drejt Italisë, ku do të ketë edhe të dielën takim me shqiptarët e Milanus. Fiorella, të falenderojmë për informacionet që solle sa i përket aktiviteteve të ditës së sotme, por edhe ato që priten nesër gjatë qeljes së fushatës së Partisë Socialiste.